Në takimin e organizuar me rastin e çeljes së programit për pagesat elektronike dhe Mastercard, Kryeministri Edi Rama deklaroi se pas mbërritjes së Mastercard në Shqipëri, së shpejti do të vijë edhe Visa, shërbim që vite më parë refuzoi Shqipërinë sepse nuk ishte interesante. Rama u shpreh optimist për të ardhmen në këtë fushë, pak pasi nënvizoi edhe shqetësimin për nivelin e lartë të pagesave cash, që sipas tij duhet të ndryshonte. Në Shqipëri për të thënë që fjalën e mbajta edhe ja ku jam këtu, dhe siç e dëgjuat, bëri dhe prezantimin e këtij aktori të ri, të fuqishëm, me reputacion dhe eksperiencë të jashtëzakonshme globale, siç është Mastercardi. Për ne është shumë e rëndësishme që Mastercardi hyn në Shqipëri si rezultat i faktit që sot, siç tha drejtori, e gjen tregun shqiptar të gatshëm për të adoptuar veten me produktin e Mastercardit, por nga ana tjetër për ne është shumë e mirëpritur ardha e Mastercardit, sepse është koha që revolucioni ynë digjital të thellohet shumë më tepër edhe në drejtim të thjeshtimit dhe të përmirësimit të sistemit pagesave në vend. Ne kemi bërë një punë të jashtëzakonshme me shërbimet online, kemi sot mbi 95% të shërbimeve që kryen shteti online, nuk kemi arritur akoma të bëjmë online martesën, se duhen dëshmitarë, duhen fizikisht jenë pranishëm të dashuruarit e tjerë. Mbase do të arrijë edhe kjo, po ne nuk e kemi arritur. Dhe një sër shërbimesh tjera, siç është marrja e gjurmëve të gishtave për pasaportat, kartat e identitetit, pra shumë pak shërbime shumë speciale kërkojnë praninë e individëve. Dhe me këtë revolucion ne kemi praktikisht, sipas një auditi ndërkombëtar që morëm për të parë se çfarë ka pasur si rezultat të drejtpërdrejt në ekonominë e shqiptarëve ky transformim, 620 milion euro të kursyera. Thjesht nga kalimi i shërbimeve nga shërbime fizike me sportel, me radha, me udhëtime, me kosto benzine e tjerë, 620 milion. Por ajo që është më shokuese akoma është se janë kursyer vajtje ardhje të barabarta me 25.000 rrotullime për rreth tokës. Kaq është distanca që ju shkursyer njerëzve duke ja u dhënë shërbimet online. Dhe duhet kemi parasysh që nga platforma e shërbimeve online përfitojnë dhe të gjithë shqiptarët që janë jashtë, të cilët pak të platformë për çdo shërbim duhet vinin në Shqipëri, ose për disa shërbime specifike domosdoshme atje duhet shkonin patjetër në konsullatën ose në ambasadën shqiptare. Tani, kur vim tek pagesat, ne kemi të dhëna shumë të frikshme, negativisht, për sa i përket përdorimit masiv të keshit dhe përdorimit minimalist të kartave të kreditit,